Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Ndron jetë në moshën 79 vjeçare miku i shqiptarëve Eliot Engel. Ish kongresmeni i njohur amerikan nga New Yorku, Eliot Engel, është ndarë nga jeta në moshën 79 vjeçare, njoftoi familja përmes një deklarate zyrtare. Ai u shua në mënyrë paqësore rrethuar nga familjarët e tij në Bronx, vendi që e rriti dhe që ai përfaqësoi me krenari për më shumë se 3 dekada në politikën amerikane. Një nga politikanët më të shquar amerikan, njeri i madh dhe me zemër të madhe, ish kryetari i Komitetit të Jashtëm të Kongresit dhe drejtuesi i grupit për shqiptarët në Kongres, ka ndruar jetë. Kongresmeni Engel ka qenë luftëtar i paepur për pavarësinë e Kosovës, të drejtat e shqiptarëve në Ballkan, si dhe mbështetësi kryesor në antarësimin e Shqipërisë në NATO. Mirënjohja e çdo shqiptari është e pafund për kongresmenin Engel dhe kujtimi i tij do të jetë i përjetshëm dhe pjesë e shquar e historisë sonë kombëtare. Engel ishte një nga figurat më të rëndësishme të Partisë Demokratike në shtetin e New Yorkut, një zë i fuqishëm në Kongresin Amerikan në më shumë se 30 vite, nga viti 1989 deri në 2021. Ai përfaqësoi zona të rëndësishme në Westchester County dhe të veriut të Bronxit, duke bërë një nga përfaqësuesit më jetë gjatë dhe më mendikim të asaj zone në historinë moderne politike amerikane. Familja e tij theksoi se gjatë 44 viteve në shërbim publik, Engel luftoi pa u lodhur për qytetarët e tij në vend dhe për paqen dhe sigurinë në mbar botën, duke shtuar se ne e duam dhe do na mungoj shumë. Ai kishte një karrierë të gjatë dhe me ndikim. Eliot Engel u zgjodh për herë të parë në Kongres në vitin 1988, duke mpostur një kundërshtar me 10 mandate, një arritje që sinjalizoi një fillim të një karriere të fortë politike. Ai shërbeu për 16 mandate rradha si në domën e përfaqësuesve, duke u bërë një nga figurat më të qëndrueshme të politikës federale. Para se të hynte në Kongres, Engel kishte një përvojë të gjatë në nivel shtetëror, duke shërbyer në shumë se një dekadë në Asamblenë e Shtetit New Yorkut. Kjo eksperiencë e hershme e ndihmoi të krijonte një profil politik të bazuar në kontakt të drejtë për drejtë me komunitetin dhe në një kuptim të thellë të nevojave të qytetarëve. Në vitet e fundit të mandatit të tij, Engel shërbeu si kryetar dhe më pas si antar i lartë i Komisionit për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve, një nga komisionet më të rëndësishme të Kongresit. Në këtë rol, ai pati ndikim të drejtë për drejtë në formulimin e politikës së jashtme amerikane, duke kontribuar me vendime që prekën rajone të ndryshme të botës në lindjen e mesme deri në Ballkan. Ai ishte zëri të drejtave të njerëzit dhe politikës globale. Gjatë karrierës së tij, Engel u njoh si një mbrojtës i palodhur të drejtave të njerëzit dhe demokracisë. Ai ishte një nga zërat më të fuqishëm në Kongres që kërkonte ndërhyrje dhe angazhim ndërkombëtar në rast të krizash humanitare dhe konfliktesh. Sipas drejtuesit të Westchester County, Ken Bankins, Engel ishte një kampion i të drejtave të njerëzit që ndihmoi në formësimin e politikës së jashtme amerikane në skenën globale, duke lënë një trashëgimi të bazuar në përkushtim, bindje dhe shërbim. Edhe kundërshtarët politikë e vlerësuan për seriozitetin dhe angazhimin e tij. Kongresmeni republikan Mike Lower e përshkroi si një njeri që gjithmonë të pranishëm të përfshirë në çështje, duke theksuar se ai përfaqësoi me dinjitet zonën e tij në periudha të vështira sipas sulmeve të 11 shtatorit. Një mik i madh i shqiptarëve dhe i Kosovës. Për shqiptarët, emri Eliot Engel lidhet ngushtë me një nga periudhat më dramatike të historisë moderne, luftës në Kosovë dhe përpjekjet për pavarësi. Ai ishte ndër politikanët e parë amerikanë që denoncoi publikisht politikat represive të regjimit të Slobodan Miloševićit dhe që mbështeti fuqishëm ndërhyrjen e NATO-s në vitin 1999 për të ndalur spastrimin etnik ndaj shqiptarëve të Kosovës. Kongresmeni Richie Torres e cilësoi Engelin si një mbrojtës të ashpër të Kosovës dhe të komunitetit shqiptar në një kohë ku pak të tjerë i kushtonin vëmendje asaj çështje. Ai cilësoi se Engel ishte një pionier për Bronxin dhe një zë i fuqishëm në Washington për demokracinë në botë. Lidhja me diasporën shqiptare dhe Hari Baraktarin. Një dimension i veçantë i veprimtarisë së Engel ishte lidhja e tij e ngushtë me komunitetin shqiptar amerikan. Në këtë drejtim, një rol kyç luajti miqësia dhe bashkëpunimi i tij me Hari Baraktarin,
një nga figurat më të njohura të diasporës shqiptare në Shtetet e Bashkuara. Përmes kësaj lidhje, Engel jo vetëm që u informua më thellë mbi zhvillimet në Kosovë në Shqipëri, por u angazhua aktivisht në mbështetje të çështjes shqiptare në institucionet amerikane. Bajraktari dhe aktivistët të tjerë të diasporës shërbyen si ura komunikimi mes komunitetit shqiptar dhe politikës amerikane, duke ndikuar që çështja e Kosovës të merrte vëmendjen e duhur në Washington. Në vitet 90, ku kriza në Kosovë po përshkallëzohej, Engel ishte një ndër kongresmenët që bashkëpunojnë ngushtë me komunitetin shqiptar amerikan për sensibilizuar opinionin publik dhe administratën amerikane mbi rrezikun e një katastrofe humanitare. Fundi i karrierës dhe trashëgimia. Në vitin 2020, Engel u mposhtë në zgjedhjet paraprake demokrate nga Xhamal Bowman, i cili më pas shërbeu 2 mandate në Kongres. Megjithatë, kjo humbje nuk e zbet dot ndikimin e tij të gjatë dhe kontributin e jashtëzakonshëm në politikën amerikane. Guvernatorja e New Yorkut, Kathy Hochul, deklaroi se Engel solli më të mirën e Bronxit në Kongres, duke theksuar përkushtimin dhe integritetin e tij. Trashëgimia e Eliot Engel mbetet ajo një politikani që i qëndroi besnik parimeve të tij që mbrojti të drejtat e njeriut dhe që kontriboi në forcimin e rolit të Shteteve të Bashkuara në arenën ndërkombëtare. Ai ishte një humbje për Amerikën dhe për shqiptarët. Vdekja e Engel përbën një humbje të madhe jo vetëm për politikën amerikane, por dhe për komunitetin shqiptaro-amerikan dhe për gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Ai do të kujtohet si një mik i sinqert, një aleat i besueshëm dhe një zë i fortë në momentet vendimtare të historisë Kosovës. Në një kohë kur bota përballet me sfida të reja, figura si Engel mbeten një kujtesë e rëndësishme për rolin që individet e përkushtuar për liri, demokraci mund të luajnë në mbrojtje të lirisë, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor në mbar botën. Lam të mirë. U prefsh në paqë miku i madh i shqiptarëve, Eliot Engel.